Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar zyrtarisht kalendarin zgjedhor dhe buxhetin për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit, të cilat mbahen për të tretën herë brenda një periudhe prej 16 muajsh. Për organizimin e procesit zgjedhor janë parashikuar rreth 10.800.000 euro. Sipas vendimit, fushata zgjedhore do të niset më 28 maj dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë e disa orë, duke përfunduar një ditë para votimit. Ky afat i shkurtuar synon administrimin më të shpejtë të procesit në një situatë politike të tensionuar. KQZ ka përcaktuar gjithashtu një sër afatesh procedurale. Nga 2 deri më 10 maj do të pranohen aplikimet për certifikimin e subjekteve politike dhe iniciativave qytetare, ndërsa listat e kandidatëve do të dorëzohen deri më 12 maj. Më 16 maj është planifikuar hedhja e shortit për renditjen në fletvotim, ndërsa deri më 8 maj pritet emërtimi i komisioneve komunale zgjedhore. Lista e qendrave të votimit do të publikohet me 5 maj, ndërsa për qytetarët jashtë vendit regjistrimi do të jetë i hapur nga 6 deri më 17 maj. Votimi me postë do të zhvillohet nga 25 maj deri më 6 qershor, ndërsa votimi me përfaqësi diplomatike është caktuar për 6 qershor. Brenda vendit, qytetarët do të kenë mundësi të verifikojnë dhe korrigjojnë listat e votuesve nga 6 deri më 18 maj. Zgjedhjet vijnë pas një krize institucionale të shkaktuar nga pamundësia për zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues, çka çoi automatikisht në shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e procesit të ri zgjedhor. Situata ka përshkallëzuar përplasjet politike mes partive me akuzat që ndahen mes bojkotit dhe mungesës së bashkëpunimit institucional.